Përshëndetje miq, jeni me reportazhin e shtëpive të bukura, ku sot do të prezantojmë shtëpinë e familjes Arifi. Gjendemi këtu në Oborr që t'ju japim disa përgjigje pyetjeve që do të pasojnë se si të ndërtohet një shtëpi e madhe në një Oborr kaq të vogël dhe si të shfrytëzohen hapësirat për të akomoduar familjen prej 6 anëtarëve, siç është kjo e familjes Arifi. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni detajet që janë mjaft interesante. Në një nga lagjet më të vjetra të Kumanovës është ndërtuar një shtëpi e re, por gjithsesi e bukur, e cila është në fokusin e reportazhit ton dhe sot do të prezantojmë për ju. Të bën përshtypje fakti se si një objekt banimi të ndërtohet me kaq mençuri, duke qëndruar në lagjën ku është rritur kryefamiljari Nexhmettin Arifi. Tani më për familjen e tij në vitin 2015 ka ndërtuar këtë folet të rehatisë. Gjyshi i ndjerë Sali Ademi është përkujdesur që vajza e tij me fëmijët dhe burrin ta gëzojnë këtë shtëpi në të cilën bashkëton edhe gjyshja. Kjo familje e begatshme jeton në këtë shtëpi dykaqe që me gjithë bodrumin arrin madhësinë e 250 metrave katror. Megjithse me pak Oborr, është për t'u admiruar fakti që në 200 metra katror truall është ngritur një shtëpi kaq e bukur. Fasada dominohet nga nuancat e së hirtës që i përshtaten roletet e aluminit në përdritare. Në të hyrë brenda gjithçka që shohim është ekspozuar në një ambient të hapur. Kontraste ngjyrash, linja precize në elemente, orendi të modës së fundit, funksionalitet të plot, ndriçim të mjaftueshëm, pajisje elektronike dhe gjithçka tjetër që e bën këtë kat të kompletuar me një interier të përkryer. Në këndin e çndrimit ditor janë të vendosura mobilet me lëkurë të zezë. Mbi qeramikat e bardha qëndron qilimi me nuanca të ftohta, ashtu siç është edhe tavolina e shërbimit, e cila lëviz varësisht nevojës. Në rehatin e tyre mund të shikohet televizori i sheshtë që është i vendosur në atë komodinë jo të zakontë. Dekoret janë të pakta, por thjeshtësia duket mirë nga kombinimi i gjërave sipas shijes së familjarëve. Në këndin tjetër të dhomës gjendet kuzhina, e punuar me porosi, me mediapan të shëndretshëm e të bardhë, elementet e secilës formojnë një tërësi aq unike sa që duket si një sirtar i vetëm. Kontrasti i saj janë qeramikat e zeza dhe pajisjet elektronike. Elegante, e thjesht, e bukur për sy, funksionale për gatim dhe e begatshme për familjen 6 anëtarëshe.
trapezaria afër saj është simbioze e kuzhinës, harmonia e secilës përçohet në parafrimin e miqve për një vakt të këndshëm të ushqimit. Në katin e parë është edhe banja e rregulluar në përsosmëri. Në qeramikat e mureve spikasin bordurat që dekorojnë këtë hapësirë të vogël, por që nuk i mungon asgjë. Përveç elementeve tjera sanitare, ka edhe tushkabinë. Por më e bukura që do të veçojmë nga kjo shtëpi janë shkallët. Përveç se lidhin katin e parë me të dytin, ato janë atraksion i këtij interieri. Forma harkore e këtij konstrukti të hekurt është transparente ku punimet e dekoruara prej metali duken nga çdo anë. Derisa ngjitesh nëpër shkallët me pjesë druri, sytë të mbeten në mjeshtrinë e parmakëve të dy anshëm. Kati i dytë ka 3 dhoma të fjetjes. Secila prej tyre është e arriduar deri në detajin më të fundit. Dhoma e kryefamiljarëve posedon garniturën e përshtatshme për pushim, në elementet e secilës, përveç të bardhës masive, ka disa linja vjollce. Dhoma e fëmijëve gjithashtu posedon mobiljet si për fjetje ashtu edhe për mësim. Kurse dhoma tjetër, nga inventari klasik, e kuptojmë që i takon gjyshes. Kati sipërm ka edhe 2 banja tjera, të rregulluara me stil në përpikmëri dhe të mbushura me elementet e nevojshme sanitare. Ato dallojnë për nga elementet, modelet, ngjyrat e qeramikave, llojet e aksesoreve, por të përbashkëta kanë vaskat që në këto ditë të nxehta vere mund të jenë oaza të freskisë. Nëse të gjithë këtë reportazhe përmbledhim në një fjali, atëherë kjo shtëpi do të mbetet në mend si model i objekteve të banimit të shfrytzuara me mençuri hapësirat, duke ndërtuar një shtëpi të madhe në një vend të vogël.